Arlind, prej disa ditësh po qarkullojnë video në rrjet për rrethimin e Zvërnecit dhe asnjë nga partitë nuk ka folur për këtë ngjarje. Pse mendon? Po sepse këtu shkelen dy tabu. E para njerë ka të bëjë me oligarkët e huaj, të cilët me sa duket duan të përvetsojnë një pjesë të territoreve të natyrore shqiptare. Flitet për dhëndrin e Donald Trumpit, Xharet Kushner dhe pastaj për oligark nga vendet arabe. Dhe si çdo tilla raste, bashkëpunëtor tyre dhe nën-kontraktor tyre dhe përfitues madje të mëdhenj janë oligarkët vendas. Kështu që sa herë flitet për oligarkët vendas apo të huaja, partitë Shqipëri përveç Lëvizjes Bashkë mbyllin gojën, veshët, fundon edhe gjithçka tjetër. Kjo po është shumë e rëndësishme të thuhet e vërteta dhe të solidarizojmë në protesta me banorët, me ambientalistët, sepse nuk kemi një vet dytë dhe nuk mundet që Bregdeti shqiptar, deti shqiptar, natyra shqiptare të rrethohet me tela me gjëmba, të hidhen beton aty, të shkatërrohet habitatet natyrore, të ndërtohen siç po flitet 10.000 njësi banimi, nga ku pak vetë do të bëjnë miliarder, ndërkohë që të gjithë ne tjerat do të humbim për ditë e më shumë nga i copat dhe.